إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدست اسمعه. E falenderojmë të madhin Zot fuqiplot. E falenderojmë dhe madhërojmë krijuesin ton të dashur me të gjitha falenderimet dhe madhërimet që i takojnë vetëm atij. I themi i madhi Zot fuqiplot, ti je një dhe një i vetëm. Dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte njeri si gjithë ne i veçuar me shpallje hyjnore, i veçuar me Kur'anin famlar, i veçuar me Islam. Vëllezër dhe motra të nderuara musliman dhe muslimane, besimtarë dhe besimtare të ndershme, këshilloj veten time në radh parë dhe gjithë secilin për ju të jemi njerëz të përkushtuar, devotshëm dhe të dalluar në rrugën e të Madhit Zot. Sot do flasim shkurtimisht, siç kemi thënë, për një personazh i cili na bën gjithëve kur të mbaroj, do të na bëjë gjithëve kush ka sinqeritetin e besimit ke i Madhi Zot. Dhe kush do ta kuptojë atë që ne do të dëshirojmë të përcjellim, do të ketë një frikë në vetvete që çështja nuk është kaq e thjeshtë. Bëhet fjalë për Barsisën, ishte një adhurues i madh i fuqiplotit. Për këtë ka fol profeti alayhis salam dhe flasin dietarët e mëdhenj nëpër tefsiret e Kuranit dhe e komentojnë. Ishte një njeri që adhuronte Zotin shumë. Ai shumë shkoi dhe adhuroi sa u veçu në një vend të veçantë dhe adhuronte të Madhin Zot. Derisa pas një kohë relativisht gjatë, mbasi shejtani mallkum me ato shejtanët e vet që ka të ushtrisë, e sprovojshin siç e kanë sprovën ato ndaj njerëzve, rezultatet po dilnin që Barsisa vazhdonte në devotshmërinë e vet dhe në përkushtim ke i Madhi Zot. U falte shumë, agjeronte, e përmendte Zotin, u veçu nga jeta kësaj bote, larg bukurive të saj që janë mashtruese dhe ishte në rrugë në pamjen e jashtme një niveli shumë të lartë besimit. Dhe një ditë nga ditët e jetës tij, shejtani mallkumi thret ato shejtan të mëdhej. Se dhe shejtanet ndahen sipas kategorisë njeriut, nuk ka të njëjtin shejtan që cytet dietari me atë që është besimtari i thjesht. Dhe nuk është i njëjti shejtan që i vjen besimtarit thjesht me atë që s'ka nevojë fare se s'është besimtar fare, ai është lehtë. Në një rast i ka thënë Jahjes alayhis salam shejtani, ato i kemi siç ka fëmia lodrat që loz, që i dërgon nga det. Dhe i mlodhi dhe i tha, si shpjegohet që këtë person s'po e humbim dot për Barsisën. Dhe pati një dialog. Në transmetim të saktë profeti alayhis salam tregohet që shejtani ka mbledhjet e veta të mallkume dhe froni i tij është mbi ujë. Dhe merret me çështjen e besimtarëve dhe të besimtarëve në veçantë. Dhe kur i pyet ato si transmetohet transmetim sakt, dikush i thotë kam bërë këtë, i thotë s'ke bërë ndonjë gjë të madhe, un kam bërë këtë zullum në botë, s'ke bërë ndonjë gjë të madhe, derisa vjen dikush për shejtanin dhe i thotë kam ndaj çift musliman, e ndava burrin nga gruaja. I vën kurorën dhe i thotë ti ke bërë punë sot. Pra çështja nuk është kaq e thjeshtë, un shpeshherë buzëqesh me disa musliman ka 3 muaj në fe, 6 muaj në fe. S'din asgjë nga feja, mendon se i di të gjitha, e ka kuptuar dhe Zotin dhe shejtanin dhe skemat e të gjitha. Do shumë kujdes, ne do të flasim për një që ishte shumë i thellum dhe në fund s'pati rezultat pozitiv. Dhe shejtani mallkum e merr vetë përsipër këtë mision. Kthehet në formë njerëzore dhe shkon atje ku Barsisa adhuronte Zotin. Bëri skem të madhe, se skemat e shejtanit janë nga më ndryshe, eksperjenca e tij është mira vjeçare. I shkoi në formë njerëzore dhe i tha kam ardhur të adhuroj Zotin si ty. Deri këtu. Dhe fillon të adhurojnë Zotin bashk. Po Barsisa ishte njeri, shejtani ishte shejtan. Doli në ibadet dhe në adhurim më i fortë se sa adhuruesi. Dhe gjatë bisedave me mashtrimet e veta të jashtëzakonshme, pa ditë Barsisa kush është ai. Në fund fare kur do u ndanin i tha nuk qenë nga një adhurus ku se di se çfarë. Po kërkoj, tha, mos ka një adhurus më të madh. Ti e petha që unë jam më para se sa ty.
Tha ai, këte e pash haptas. Tha atëherë do të mësoj fjalë që ta dish, e ta përdorësh ke njerëz janë nevojë dhe të smur, e do të shikosh që kjo fjalë është e bekuar. Fjalë që s'kishte lidhje fare me librin e shenjtë që kishte zbrit atëherë. Dhe Barsisa duke e besu, e mori këtë fjalë. Dhe shejtani skemën çfarë kishte? Me këtë fjalë çonte drejt skemës tij shejtaneske dhe djallëzore. Sa u ballavaçote me një që ishte i prek nga xhindët apo nga shejtanat apo me ismurje, sa e thoshte Barsisa këtë, ai u shëronte. Sa ishte i prekur, shpesh herë tregohet në tefsiret që shejtani mallkumi i dërgonte vetë xhindët tek ato njerëz aty populli që tu smunin, që kur shkoshin ke Barsisa tu shëronin. Skemë e madhe shumë. Dhe mbasi u hap lajmi që në Barsisa vetëm me i fjalë shëron. Po u hap fjalë e madhe. Jo si këto, se kaca pseudo xhallar që e kanë për të marrë në i lek, nuk ishte këtu. Problemi është kur njeriu ka probleme të saj natyre, është doktori vetes, dvej Kur'anin famlar dhe mbaron historia. Shërohet me lejen e të madhit Zot. Është libri i Zotit i jashtëzakonshëm. Çfarë ndodh? Mbasi u hap lajmi, dërgon një nga shejtanët e vet tek vajza e mbretit. Jo ke vajza e mbretit, po ke vajza më e bukur e mbretit dhe e smun atë me xhin. Ku do shkonin tjetër për vetë se ke i madhi Barsisa? Skema ishte e qartë. Dhe sa po mbreti tani nuk ishte më populli. Sa hapet lajmi, kishte 3 vëllezër ajo, ku ta dërgojmë, është një që të bën ndërman. Kush është? Barsisa, ka shëruar shumë. Dhe në fakt e smun në një smundje shumë të keqe atë. Sa shkoi atje një fjali ai, ajo u shëroi në vend. A mbaroi këtu ka filluar në fakt. Çfarë boni në fakt u shëru dhe u kriju i besimi jashtëzakonshëm i mbretit dhe bijve të tij tek Barsisa. Dhe e kthyn shtëpisë, e la disa kohë, e smun prap. Prap e dërguan, prap u shëru, prap u kthy, herën e tretë kur e smun, shkoi e tha fjalin s'funksionoi. I tha shejtani mallkum, duhet me e lënë aty tha. Se është e smur shumë keq, nuk është çështje e fjalie, duhet një terapi më intensive. Nga që ishte mbreti, Barsisa u vun siklet madh, tha herë jo se ajo është femër, tha 2 herë jo se ajo është femër, herën e tretë foli mbreti s'foli ma. Po i tha, nuk na lejohet neve trim të veçuara me një femër. S'ka problem, i than ato, sepse të lejmë në një largësi, vetëm dëgjohet këndimi që do t'i bësh ti asaj. Këtu në fakt fillon historia. Këtu fillon gabimi i madh që do ta shikoni se deri ku shko, sunduesi i madh i botrave në Kur'an thot: "Ja ju alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan." O ju që keni besuar të madhërishtmin Allah, mos i ndiqni hapat e shejtanit, se shejtani nuk thot sot ty ik nga besimi. Nëse je i moralshëm, nuk thot sot ty do bësh i moral brenda ditës. E ka me hapa, me gradualitet, me skem, me platform të qartë, thot sot për mas 2 vjetësh, sot për mas 5 vjetësh, sot mbas një dekade 10 vjetësh. Kur shikon që je i varë besimtari, po kur shije që jo pastaj të hum për 2 ditë, po themi kur ke një bon sens të madh. Thot la tattabi'u khutuwati shaytan. Innahu man yattabi'u khutuwati shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Dijeni se kush i ndjek hapat e shejtanit, ai urdhron për më të shëmtuaran, më të keqen, më vesin, më pasionin e keq. Shkatron totalisht. Megjithëse në fillim ti zbukuron ato. Dhe çfarë ndodhi në fakt? U detyru ta mbaj, dhe në fillim i rinte larg. Dhe filloi të dialogoj. Mbasi filloi të dialogoj, filloi të afrohet. Kjo mbas muajsh. Mbasi filloi të afrohet, filloi t'i pëlqej. Kishte raste që shejtani mallkum duke bisedu i hyn te asaj dhe ajo u zhvishte pas mendjen e saj. Dhe u ballavaqu me atë që kishte vite që ishte largu. Ai kishte pasjetu larg fare njerëzve, imagjinoni tani shikonte përpara syve të një femër të zhveshur, i femër që bisedonte, i femër shumë të bukur. Dhe mbasi kalon muaj, dhe mbasi kalon vite, ajo herë s'mund të herë vinte që t'ishte sebebi që të rinte aty, i shkoi mendja për zina, për imoralitet. Dhe ngacmonte shejtani mallkum, dhe ngacmonte, dhe i dilte ajo në për ëndra, dhe nuk i hikte mendja, dhe kur u fuste brenda për të falë namaz, ai shejtani mallkum vazhdonte me vezvese dhe ju bë ajo një gjë e madhe.
që në fakt të krahasosh një femër me të plot fuqishmin e qofshim fal, është turp i madh. Dhe që të bijë njeriu në imoralitet, kur Zoti i gjithësisë ka thënë runi, kjo është dramë e madhe. Për atë që ka besu dhe për atë që don të qëndrojë. A është provë e madhe? Është. Por nëse ti lutesh me sinqeritet dhe largohesh dhe nuk afrohesh si Barsisa në këtë rast, Zoti i gjithësisë do të ruaj. Jam merak të madh për ato që janë në shkolla, për ato që janë në institucione. Pa dyshim, në ato që janë në ambiente që çdo vend shikojnë ferma të zhveshura, është tjetër gjë. Por parimi është ky që njeriu ruhet dhe Barsisa në këtë ra. Pastaj kalojnë zina. Pastaj kaloi 2 herë, pastaj kaloi 3 herë, pastaj kaloi 5 herë dhe ajo mbeti shtatzën. S'ka mbaru skema akoma se shejtani nuk ngopet asnjëherë derisa ta shkatrojë njeriu totalisht dhe ajo mbeti shtatzën. Kur mbeti shtatzën, shejtani i solli vezveset dhe i tha, një njeri mirë, adhurus, imagjino ç'do ndodhi kur ta marrin vesh njerëzit. Kush je bër ti? Dhe ngacmojnë atë që njeriu ka gjithmonë që don të jetë i famshëm, do të jetë me emër. Ujbun nefs që quhet pëlqimi i vetes. Dhe duke menduar çfarë të bëj, ai i dha vezvesta vrite dhe thuaj vëllezërve të vet kur të vinë që ajo vdiq nga smundja që kishte dhe kështu shpëtoi dhe vazhdoi jetën në të mirë. Dhe në fakt kur erdhën 3 vëllezërit, pra 3 vëllezërit e saj, bijtë e mbretit dhe i thanë, e besojshin verbrisht. Edhe po ju themi i sekret madh. Jo sekret, po që shumica nuk e kanë kuptuar. Mos beson njeri, beson Zot. Mbaje mend të që po të them, kushdo qoftë njeriu ka mundësi të gaboj. Besimi islam nuk është besimi ke njeriu. Ajeti më i madh i Kuranit surën Bekare është për kontratat që duhet bëjnë muslimanët kur leku është mes. Po të them drejt për drejti kushdo qoftë. Ky besim na thot besoni ke Zoti, vetëm ai është i mirë totalisht. Njeriu mund të gaboj. Ato kur i thanë që ka vdekur dhe unë e varros, ai beson verbrisht. Kur kalon disa ditë shejtani mallkum te 3 i shkoi dhe nëndër i tregoi për ngjarjen. Tha ju kam mashtruar ai. Dhe në fakt Barsisa kaloi gjinaf pas gjinafi, fillimi moralitet, pastaj vrasje, pastaj gënjeshtër. Gjithë gjinavet e mëdha. Dhe kur e pan të 3 nëndër dhe biseduan kur u zgjuan shkuan ke vendi ku i kishte thënë gjetën aty. Hasha lillah, e vrar motra e tyre edhe shtatzën. Ka krim më të madh. E ngretën çështjen ke babai i tyre ke mbreti dhe erdhi koha e ekzekutimit. Tani po vlasi për një njeri i cili ku ishte dhe ku shkoi, po ne. Prandaj leksioni që marrim sot është që ti porulemi të madhit Zot. Ti lutemi atij shumë na ruaj. Ta pranojmë atë hapur si Zoti ton dashur i cili i don besimtarët dhe besimtaret e tij, dhe vetëm ai mund na bëj musliman dhe vetëm ai mund na japi mundësinë të vdesim si musliman dhe muslimane. Asnjë mos pretendoj më shumë. Kur erdhi problemi që do ta ekzekutonin, i doli dhe i tregoi shejtani mallkum. Tha unë kam qenë ai që të erdha, unë ta mësova fjalën, unë e kisha skemën, unë e kisha platformën, unë të humba nga majet e larta që ishte të krenarisë me Zotin, shkove në nivelet më të ulta që mund shkojë një njeri. I tha për çfarë donë shejtan tani? Tha duaj gjë se unë të shpëtoj. Me ngel në dorë shejtanit mallkum. Tha çfarë don? Ma boni sejdë mua se Zoti i ke bërë gjithë jetës. Unë vetëm një po të kërkoj, jo shumë. Kush bën sejdë përveç Zotit gjithësisë ka bë kufër, ka dalë nga besimi. Tha po nëse ta bëj çfarë bën? Tha nëse ma boni sejdë unë të shpëtoj. Edhe disa komente dhe në ranë sejdë, disa s'kishte mundësi se ishte i lidhur vetëm i bëri me shenjë, me kokë që po të bëj sejdë. Po e bëri, me njetë kishte, me qëllim e kishte. Sa e ka bërë shejtani qeshki me të madhe. Tha deri këtu doja me arrit. Kurani thot, femethali shejtani idh qale lil insani kfur, falamma kafara qala an inni bari'un mink, inni akhafu Allah rabbul alamin. Si shembulli i shejtanit thot që i thot njeriu, bëu mohus, moje Zotin. Sa njeriu ose njeriu është i dobët dhe ignorant. Sa njeriu thot e ka mohu Zotin, Zoti tregon Kur'an thot shejtani mallkum kthehet dhe thot un po largohem prej teje se shumë i keq, unë kam frikë Zotin. Kështu është tekstualisht sura Hashir Kurani famlar, që sa e bukur është. Ty të çon kufër vetë të riqe si i zgjuar. Fa kana aqibatuhuma annahuma fin nar khalidin fiha wa dhalika jazaa'u dhalimin. Shejtani mendon se po bën zgjuarsi, shkoi njeriu e futi në kufër, mojim dhe u toroq. Thot fa kana aqibatuhuma, çështja e tyre është se të dy uni shenjë zgjat për herë thot Zoti i gjithësisë. Ky është problemi i zullumçarëve. Pra nuk shpëton shejtani, vetëm i bën skemën vetvetes.
Sa ai që bën keq ka shkatruar vetë në vet, pastaj shkatron tjerët. Zoti na ruaj të na bëv musliman mirë dhe muslimane, na bëv desi musliman dhe muslimane të mirë. Amin ya rabbal alamin.